Komisioni Komunal Zgjedhor në Kërçovë është duke zhvilluar përgatitjet për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Kryetaria e Komisionit Komunal Zgjedhor Drita Ahmeti Abedini tha se po punojnë intensivisht për të pasur një proces zgjedhor demokratik, por sa votues ka Kërçova dhe si do të votohet? 51.040 parapartë janë votues në Maqedoni në rrethin e Kërçovës. Këtë herë kemi edhe mbi 1.000 votues, më shumë rritje se vitin e kaluar. Risinë e këtë komunë është se është zvogëluar numri i vendvotimeve nga 120 që kanë qenë viteve të kaluara. 109 janë gjithsej, 11 i kemi pasive. Ato do të votojnë në për qendra ku janë më afër, po ata janë mbyllur se janë më së paku se 10 votues. Dhe aty nuk do të ketë figurojnë, do të më afër qytet, më afër vendbanimet afër ku kanë qytet, aty do të më të afër të votimit do të jetë. Për të parin e komunës së Kërçovës garojnë 4 kandidat dhe janë 11 lista këshilltarësh.